Bizneset e vogla dhe të mesme do të kenë në dispozicion një mekanizëm të rifinancimi për zgjerimin e aktivitetit të tyre. Nga muaji korrik, sipërmarrjet që synojnë dyfishimin e kapaciteteve do të mund të aplikojnë pranë bankave të nivelit të dytë për kredi me garanci sovrane. Skema parashikon kredi me afat shlyerje deri në 10 vite, me interes deri në 3%, ndërsa garantuesi huas do të jetë qeveria shqiptare. Dua të them që programi ka një tavan për 2 milion euro, që është një shumë e konsiderueshme, dhe do të ketë të gjithë mbështetjen tonë dhe të gjithë vëmendjen tonë në mënyrë sistematike. Për këtë arsye ne kush ka një ide, plan, të ulet, ta shkruaj, ta aplikoj dhe të marrë lekë deri në 2 milion euro, me 70% kolateral të garantuar nga qeveria dhe me 2 deri në 3% normë interesi. Për të lehtësuar aksesin e bizneseve në këtë program, Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se do të krijohet dhe një task force në bashkëpunim me partnerë të tjerë. Do të bëjmë një task force, e cila do të jetë përbërë nga përfaqësues të qeverisë, të UNDP-s, edhe të shoqatës së bankave. Kryetari i shoqatës, për shembull, do ishte shumë i mirëpritur të ishte pjesë e kësaj task force, për të analizuar në mënyrë periodike rezultatet dhe për të parë ku programi ka nevojë për ndërhyrje dhe ku ngec, dhe për të parë pastaj se për cilën bank duhet t'i drejtohemi guvernatorit që të përdori shkopin, sepse ka rrotën e di vetë dhe përdor rregullisht në banka. Rama theksoi se fondi do të jetë i orientuar drejt bizneseve që synojnë në rritje reale dhe jo drejt kompanive të mëdha që mund të tentojnë të përfitojnë përmes mekanizmave formal. Ai përjashtoi gjithashtu nga skema disa kategori biznesesh, duke përmendur në mënyrë të veçantë fasonerin, të cilën e cilësoi si një model ekonomik të së kaluarës. Koha kur krau i lirit punës ishte avantazh konkurrues ka vdekur, ka kohë që ka vdekur, dhe sa më shumë të bashkëjetoni me të vdekurin, duke dhënë ushqyer vete me iluzionin që do ngjallet, aq më shumë koha do t'ju lëri mbrapa. Gjatë prezantimit të programit, dyfisho biznesin tënd, kryeministri u ndal edhe të debatet mbi situatën ekonomike dhe shqetësimet e sipërmarrjeve të prekura nga zhvlerësimi i euros. Në një replik me një nga të pranishmit, i cili ngriti shqetësimin se programi nuk adreson problemet e bizneseve që po përballhen me humbje nga kursi i këmbimit, Rama argumentoi faktorët që kanë ndikuar në këtë situatë. Ekonomistët popullor që forcimin e lekut e lidhin me narkoregjimin. Një banalitet absolut, që nuk e mbështet dot në asnjë lloj teorie reale ekonomike. Forcimi i lekut është sukses i ekonomisë shqiptare. Nuk është absolutisht diçka për të vënë kuje. Është sukses, është një nga treguesit më kokfort të suksesit tonë. Kryeministri hodhi poshtë dhe akuzat se forcimi i lekut dhe zhvillimet ekonomike lidhen me pastrimin e parave, duke si dhe argument vlerësimet dhe raportet e institucioneve ndërkombëtare për Shqipërinë. Sepse nëse do të ishte e vërtet, do të ishte një alarm që nuk do vinte nga kanalet e informimit si ata që i bien violinës me vesh, po do vinte nga kanalet institucionale të organizmave ndërkombëtare, financiare që ndjekin ekonominë tonë me lupë.